Reagimi prekës i nënës së Shpat Kasapit. Shpati ndëroi jetë në krahët e Selvijes, mesazhi i fortë për spekulantët. Përmes një letre të hapur që rrëqet zemrat, nëna e këngëtarit të ndjer Shpat Kasapi, zonja Gjylymser Kasapi, ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen e madhe, por edhe dhimbjen e pashpjegueshme për humbjen e birit të saj. Zonja Gjylymser ka vlerësuar maksimalisht nusën e saj, Selvien, duke e quajtur shpirtin e shpirtit të Shpatit. Shpati jo vetëm që e dashuronte, por e adhuronte për butësinë dhe moralin e një bashkëshorteje të devotshme, shprehet ajo, duke vënë në dukje për kushtimin e Selvijes si bashkëshorte dhe si nëna e mrekullueshme e vogëlushit Roel. Në letër zbulohet se Shpati u largua nga kjo botë i rrethuar nga dashuria më e pastër. Ai ndëroi jetë në krahët e bashkëshortes së tij, Selvijes, ndërsa mbi ta ishte hedhur edhe djali i tyre i vogël, Roeli, i cili në pafajësinë e tij nuk e kuptonte dot humbjen e madhe. E lënduar nga zhurmat e panevojshme, nëna e artistit është treguar e prerë. Ajo kërkon që të mos shqetësohet familja dhe sidomos nusja e saj, e cila është ajo që po e mban të gjallë në këto çaste të rënda. Çdo lajm i rrem apo spekulim do të ndiqet jo vetëm moralisht, por edhe në rrugë ligjore. Le të shohim punët e tyre personale dhe të na lënë të përjetojmë dhimbjen tonë, është thirrja e saj e dëshpëruar. Letra mbyllet me një falënderim për të gjithë artistët dhe shoqërinë nga të gjitha trevat shqiptare që u bën pjesë e kësaj dhimbjeje. Prehu në paqe, shpirti i mamit, janë fjalët e fundit të një nëne që humbi yllin dhe dritën e saj.